Tensione janë regjistruar në kufirin me Maqedoninë e Veriut, ku një pjesë të rinjve nga Shqipëria dhe Kosova, të nisur drejt Shkupit për të marrë pjesë në protestën e studentëve shqiptar, janë bllokuar nga pala maqedonase. Sipas informacioneve paraprake, autoritetet maqedonase kanë njoftuar institucionet e Kosovës se situata lidhet me një problem teknik dhe me rënjen e sistemit të regjistrimit në pikën kufitare. Lidhur me këtë situatë, ka reaguar edhe Mevlan Ademi, i cili është paraqitur si organizator i protestës studentore. Ai ka kërkuar lejimin e menjëhershëm të hyrjes së shqiptarëve të ndaluar në kufi, duke e cilësuar situatën të papranueshme. Lëshoni menjëherë vëllezërit tanë shqiptar të ndaluar në pikën kufitare. Kërkojmë veprim të menjëhershëm dhe lejim të hyrjes së tyre pa vonesë. Ademi ka paralajmëruar gjithashtu se në rast se nuk do të ketë një zgjidhje të shpejtë, studentët mund të organizojnë marshim drejt Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut. Ngjarja ka sjellë reagime në rrjetet sociale dhe me studentëve shqiptar, ndërsa pritet një reagim zyrtar nga autoritetet maqedonase lidhur me situatën e krijuar në kufi.